Falenderoj për prezencën e juaj dhe interesimin e juaj. Në raport me rastin e fundit, fillim viti ka qenë domethënë sfidues, mirë po shëqër Zotit që s'kem asnjë humbje jete. Rastin e fjalës trajtuar me një rand nga ana e Policisë së Kosovës në koordinim të mirëfillt me prokurorin e shtetit, i cili ka dalë në vend të ngjarjes. Janë siguruar pothuajse të gjitha provat dhe janë duke punuar në këtë drejtim. Në saje të mirë koordinimit me Policinë e Kosovës janë identifikuar 3 persona të cilët është arritur të ditë identiteti të njëjtëve dhe vendbanimi i tyre. Jemi për shkak të rastit të ndjeshëm dhe për shkak të viktimës së cilën në trajtim në ÇKUK, ende nuk kemi arritur që dihet motivi i shkaktimit të këtij rasti. Mirë po jemi në punë të mbarë dhe shumë shpejt do dalim me informacionin mbi arrestimit të njëjtëve. Nuk kemi indikacione që kanë të bëjnë me ato se që u prezentuat me Demir Shanin. Diton Buçuku është hetuar dhe për vepra tjera penale, jo vetëm në aspektin e kundërjetës dhe trupit, dhe gjitha këto kanë shkuar në gjykatë dhe janë trajtuar. Sa i përket rastit të fundit, thash se nuk kemi ende arritur tek motivi, për shkak se ende nuk është intervistuar i dëmtuari, për shkak se njëjti është duke trajtuar në ÇKUK, dhe në rast se eventualisht ka lidhshmëri, sigurisht që do të hetohet, mirë po absolut nuk mund të aludojmë në këtë drejtim dhe nuk kemi indikacione për këtë pistë të hetimit. Sa i përket personave, deri në këtë fazë nuk kemi arritur që të njëjtit janë persona recidivist. Sigurisht që do të kërkohet e kalumja kriminale, për shkak se nuk kemi arritur që kallëzimi penal ta sigurojmë ende nga ana e policisë për shkak të veprimeve që janë duke u ndërmarrë. Dhe patjetër që e kaluara kriminale e tyre, mirë po deri në këtë fazë nuk kemi arritur që të njëjtit janë të njohur për organet e rendit.